Ju faleminderit për interesimin e madh që keni treguar për përcjellur këtë takim të radhës në vijim me afatin e krijuar të gjykatës kushtetuese. Siç e dini, për 53 ditë të këtij afati kushtetues kam treguar gatishmërinë në emrin e Lidhjes Demokratike të Kosovës për gjetur zgjidhje për çështjen e presidentit dhe stabilitetin institucional. Me keqardhje them se këtë zgjidhje nuk kemi arritur ta gjejmë dhe nga ky moment e tutje konsiderojmë bisedimet e mbyllura pas zgjidhje konkrete për çështjen e presidentit. Du të jem falendërues për përpjekjen, por të jem dhe transparent me popullin e Kosovës për rrjedhën e këtyre bisedimeve. Ne kemi pasur 2 propozime deri më tani. E para ka qenë rreth pjesëmarrjes në qeveri, ku LDK-si jepet pozita e zëvendësisë kryeministrit dhe 4 ministri. Dhe propozimi i dytë ka qenë rreth kryeparlamentarit, por në të dy rastet ka pasur insistim për të mbajtur pozitën e presidentit tek lëvizjeve të vendosjes. Kjo ka qenë pikërisht arsyeja pse kemi pasur bllokadë barak të gjykimit gjykatës kushtetuese. Ky propozim natyrisht se siç kemi thënë vazhdimsi është i papranueshëm për LDK. Meqense insistimi i lëvizjes së vendosjes dhe zotit Kurti ishte që të mbaj dhe pozitën e presidentit për vetëvendosje dhe me këtë të 3 institucionet LDK-ja nuk mund të kontribuojë më tutje. Nuk duam të marrim më kohë asnjë palë tjetër as popullit të Kosovës. 53 ditë kemi bërë përpjekje, janë edhe 7 ditë. LDK efektivisht është jashtë procesit diskutues për çështjen e presidentit, do të tras kryesinë e partisë. Dhe më pas le të presim dhe 7 ditë nëse palët tjera, partitë tjera bëjnë zgjidhje, nëse jo atë do bëhemi gati për skenarin më të rënd, më të keq, më të pakuptueshëm të zgjedhjeve të reja dhe të jashtëzakonshme. Po them edhe një herë, prej fillimit, parimet e LDK-s kanë qenë të qarta, presidenti i Kosovës do të jetë zgjatim i qeverisë. Mund të ketë një qeveri që ka një president të një partie, dhe kështu të ketë 3 institucionet. Pra heqja e kryetarit të kuvendit nuk është që heq rolin institucional. Kuvendi i Kosovës operon me shumicë, që i takon shumicës. Qeveria operon poshtë me shumicë, që i takon shumicës. Tani edhe presidenti takoj 51%, që është më tepër se sa vullneti qytetar. U përpoqa, provova, nuk arrita fatkeqësisht, tani kthehemi në LDK, do të kthejmë misionet të madh të bashkimit të së djathtës. Nëse është fare Kurti i interesuar zot Abdixhiku për një marrëveshje politike qeverisë që do të bëhet pjesë e qeverisë, refuzoi këtë ide më një herë? Jo, ai dha këtë propozime. Ishte propozimet e tij, por insistante që pozita e presidentit i mbetet. A keni qenë gatshëm përbash qeverisë ju LDK-ja? Jo, ne ishim në diskutim për çështjen e presidentit. Unë refuzova të flasim për çdo gjë tjetër pa trajtuar çështjen e presidentit. Sepse problemi është presidenti, jo qeveria. Kosova ka qeveri, ka dhe kuvend, por nuk ka president. E propozon ndonjë emër dhe po s'mund të propozojmë për dikë që insiston që presidenti mbetet të partisë së tij. Për çfarë? Shikoni, nuk është çështje propozimesh, e shuarjes së propozimesh, e lajmeve mediatike. Me LDK, vetëvendosja nuk ka diskutuar as edhe një emër, përveç Glauku Njucës. Për Glauku Njucën ne kemi pasur qëndrim jo per se, por për shkak të pozicionit partijak që bën që mos mund të jetë presidenti i Kosovës, dhe kjo ka qenë arsyeja pse shkuam në interpretimin e gjykatës kushtetuese. Po pse e hupëm afatin, na shtuan vetë 34 ditë dhe jemi pranë pozitën e njëjtë, siç para vendimit të gjykatës kushtetuese.